e arrestuan mirë dhe me quajtën e bajtën një vit në Taras atje si majmuni Majostenit dhe përfundimisht Sali Berisha u rehabilitua pas zhurmë pa buj, thjesht shkoi në pozicionin që kërkonte ai dhe ata që e prunë në 91-shin, që e vunë, se kanë dalë të thonë vetë Amerikanët që e vunë neve Sali Berishën. Pra them që ata që e vunë Sali Berishën, ata po na tradhtojnë neve. Ju po thoni avokat që drejtësia shërbreu si lavatriçe për Berishën, e pastroi edhe. Asë bëhet fjalë fare, drejtësia ka qenë, është dhe do mbetet në dorë të komunistëve shqiptarë sa kohë që do ketë komunistë Shqipëri. Avokat, një nga analistët, nuk po më vjen ku e lexova, po kishte shkruar diçka interesante që thoshte ne nuk duhet të ankohemi për Berishën, që është tani në krye të PD-s, sepse ai është më i miri nga të gjithë ata tjerët që janë brapa tij edhe që do tentojnë që të vinë në pushtet pas ditës së tij. Atëherë do shohim më keq se sa Berisha për nivelin e atyre që do marrin Partinë Demokratike. Çfarë mendoni për këtë? Ka drejt? As një fëmijë klasës parë nuk e thot këtë. Do me thënë, kur të vdes Berisha, njerë na. Njerë dhe më ke sa ai, thoshte ai. Jo, për sotëri, jo. Ky është kulti që ka ngritur Sali Berisha. E kanë kthyer, e kanë fetishizuar, e kanë bërë perëndi, që vetëm ai dhe askush tjetër. Dhe Sali Berisha në historinë e tij gjatë këtyre 30 vjetëve ka shumë gjëra mbi kurrizë. Ka shumë mbi kurrizë. Sali Berisha e mori Partinë Demokratike siç mori Enveri, me të njëjtën metodë dhe me të njëjtën mënyrë që e mori Enveri Partinë Komuniste në 44. Po kështu e mori dhe ky Partinë Demokratike, duke eliminuar shokët një nga një të tërë. Pra, edhe e mbylli me Saliu se i bëm derë të madh. Saliu është një kuvon politike. Kemi avokat, e zgjatëm shumë me këtë, edhe nuk isha bërë mend që ta nisja me këtë, po në fund kisha bërë mend të merra mendim, por për ta mbyllur me këtë, diçka kam për Salianin, që thoshin që Berisha ka përfituar tendera, leje, koncesione nga BOT. Ju e besoni këtë? Absolutisht po, jo, se këtë besuar, ai thonë një të vërtet. Ai thot një të vërtet, e keni dëgjuar, e Dinamën që të kritikoj Sali Berishën, e keni dëgjuar ndonjëherë? A keni dëgjuar? Smerret me të, se ka kohë që ja ka varur. Jo, se smerret me të. Po ta kishte rrezik do merret që t'ke me të, por nuk merret se nuk e rrezikon ai. Përkundër e mban pushtet, prandaj janë ndarë llokmat e Shqipërisë, e ndan Shqipërinë, i ndan pronat, i vodhën pronat, e realizuan në mënyrë të plot porosin dhe planin, programin e Ramizalis që tha ne do t'i majmë pronas në Shqipëri se ne kemi të tuar Shqipërinë, ish pronarë do t'i sorollasim me në përgjyqje lart e poshtë me nga një letër në përgjykata, por pronën nuk do t'ua japim. Eksaktësisht kjo po ndodh për ditë. Kjo është Katovica apo është një pikë më tepër? Jo, është fjalimi që ka mbajtur në byron politike. Le Katovica që e program. Dhe po zbatohet një për një. Avokat, po këtë nga kampi tjetër, çfarë po ndodh kjo? Spiro Pali si u duket juve me nuhatjen, me indicet që ju keni, me atë analizën e informacioneve që bëni, po i qoftë edhe nga burimet. Sepse bën përshtypje që të dalë kundër Skënderbeu tani si dale. Ju prishin pazaret. Po e ka atë fuqi atë, kush po e shtyn? Ka ndonjë nga mbrapa, si? Jo. Atë e përdori Edi Rama, se që përdorim një limon që e shtrydhim dhe hedhim në pjatë, ashtu e përdori Elisa Spiropalin. E shtrydhi, e hodhi poshtë si limon të shtrydhur, si unë më në punë. Ka që thjeshtës. Do ta përjashtoje, i thua? Po edhe po e përjashtoj çfarë, po kja me ti. Ka nga ata që thonë që mund përfundoj edhe SPAK, po. Tani, ata të tërë janë për SPAK, nuk është njëri. Për në SPAK që është ASPAK. Nga SPAK u bë ASPAK. Edhe ju, prej disa muajsh avokat, të paktën që ne kemi vite që flasim e keni humbur besimin tek kjo strukturë. Sidomos me ardhjen e Braus në krye të saj. Po Brau është super komunist, më zotëri. Po është super komunist Braua. Po, kanë nisur kontrollet fuqishme prapë për Ballukun, kanë marrë pastruese në pyetje. Do bëjnë kontrolle, do bëjnë zhurmë, do shkojnë në zero prapë. Do fillojnë prapë kontrollet, do zbulojnë, do gjejnë dhe e di pse bën këto.
I thonë Balluke tani tundu se të zbuluam këtë dhe këtë, hedhu tani, jepi. Se Amerikanët luftë e bëjnë për të marrë para, se bëjnë për të vënë drejtësinë në Shqipëri, zotëri, unë e them ta dëgjojnë.